Data 18 maj. Numrat. Kapitulli 27. Pastaj u ofruan bijat e Celofehadit, birit të Heferit, biri Galadit, biri Makirit, biri Manasit, i familjeve të Manasit, birit e Jozefit. Dhe këto janë emrat e bijave: Mahla, Noa, Hogla, Milka dhe Thircah. Dhe ato paraqiten para Mojsiut, para priftit e Eleazar, prijësve dhe tërë asambles në hyrje të çadrës së mbledhjes, dhe thanë: Aty ju në vdiq në shkretetir, por nuk bënte pjesë në grupin e atyre që u mblodhen kundër Zotit në grupin e Koreut, por vdiq për shkak të mëkatit të tij pa patur bi. Pse duhet të humbasë emri i atit tonë në mes të familjes së tij, nga që nuk pati bi? Na jep pra një pronë në mes të vëllezërve të atit tonë. Atëherë Mojsiu e shtroi rastin e tyre para Zotit. Dhe Zoti i foli Mojsiut, duke i thënë: Bijat e Celofehadit kanë hak. Po, do t'u japësh atyre si trashëgimi një pronë midis vëllezërve të atit të tyre, dhe do t'u kalosh atyre trashëgimin e atit të tyre. Do t'u flasësh gjithashtu bijve të Izraelit dhe do t'u thuash: Kur një njeri vdes pa lënë ndonjë bir, trashëgimin e tij do t'ia kaloni bijës së tij. Në qoftë se nuk ka asnjë bij, trashëgimin e tij do t'ua jepni vëllezërve të tij. Në rast se nuk ka vëllezër, trashëgimin e tij do t'ua jepni vëllezërve të atit të tij. Dhe në rast se ai nuk ka asnjë vëlla, trashëgimin e tij do t'ia jepni fisit më të afërm të familjes së tij, dhe ai do ta zotërojë. Kjo do t'jetë për bijtë e Izraelit një formë së drejtës, ashtu siç e ka urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: Ngjitu mbi malin e Abarimit dhe sodit vendin që unë po u jap bijve të Izraelit. Pasi ta kesh parë, edhe ti do të bashkohesh me popullin tënd, ashtu siç u bashkua Aroni, vëllai yt. Sepse ngritet krye kundër urdhrit tim në shkretëtirën e Cinit, kur asambleja kundërshtoi dhe nuk më shenjtëruat në ujërat para syve të tyre. Këto janë ujërat e Meribës në Kadesh në shkretëtirën e Sinit. Pastaj Mojsiu i foli Zotit duke i thënë: Zoti, Perëndia i frymëve të çdo mishi, le të caktojmë këtë asambleje një njeri që të hyjë dhe të dalë para tyre, dhe t'i bëjë të hyjnë e të dalin në mënyrë që asambleja e Zotit të mos jetë si një kope e pabari. Atëherë Zoti i tha Mojsiut: Merr Jozueun, djalin e Nunit, njeriu brenda të cilit është fryma, dhe vëre dorën tënde mbi të. Pastaj do ta paraqitesh para priftit Eleazar dhe para tërë asamblesë, dhe do t'i japësh disa urdhra në prani të tyre, dhe do ta bësh pjesëmarrës të autoritetit tënd, me qëllim që tërë asambleja e bijve të Izraelit t'i bindet. Ai do të paraqitet përpara priftit Eleazar, i cili do të kërkojë për të mendimin e shprehur nga Urimi përpara Zotit. Me urdhër të tij do të hyjnë dhe do të dalin ai dhe tërë bijtë e Izraelit, tërë asambleja. Mojsiu pra bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. Mori Jozueun dhe e paraqiti përpara priftit Eleazar dhe tërë asamblesë. Pastaj vuri duart e tij mbi të dhe i dha urdhra ashtu si i kishte urdhëruar Zoti me anë të Mojsiut. Psalmi 70. O Perëndi, nxitot më çlirosh. O Zot, nxitot më ndihmosh. U turpërofshin dhe u hutofshin ata që kërkojnë jetën time. Kthefshin kurrizin dhe u mbulofshin me turp ata që kërkojnë të keqen time. Kthefshin kurrizin për shkak të turpit të tyre ata që thonë aha. U gëzofshin dhe ngazëllofshin te ti të gjithë ata që të kërkojnë, dhe ata që duan shpëtimin tënd thënqin vazhdimisht: U përlëvdoft Perëndia. Por unë jam i varfër dhe nevojtar, o Perëndi. Nxitot më vish në ndihmë, ti je ndihma ime dhe çlirimtari im, o Zot, mos vono. Psalmi 71. Unë po gjej stret e ti, o Zot. Bëj që të mos hutohem kurrë. Në emër të drejtësisë sate më çliro dhe më shpëto. Zgjatë veshin tënd ndaj meje dhe më shpëto. Ti je për mua një kështjell shpëtimi, ku unë mund të shkoj gjithnjë. Ti ke urdhëruar shpëtimin tim sepse je shkëmbi dhe kështjella ime. Perëndia ime çliro nga dora e pabesit, nga dora të çoroditurit dhe atij që përdor dhunën, sepse ti je shpresa ime, o Zot, besimi im që kurse isha fëmijë. Ti ke qenë përkrahja ime qysh në barkë të nënës time. Ti më nxore nga barku i nënës sime. Ty të drejtohej gjithnjë lëvdimi im. Jam bërë për shumë njerëz si një mrekulli, por ti je streha e fortë. Goja ime është plot me lëvdimet e tua dhe shpall lavdin tënde tërë ditën. Mos më hidh poshtë në kohën e pleqërisë, mos më braktis kur forca ime po paksohet, sepse armiqtë e mi flasin kundër meje, dhe ata që kanë ngritur pusi kundër jetës time thurin komplote bashkë duke thënë: Perëndia e ka braktisur, ndiqeni dhe kapeni sepse nuk ka njeri që ta çlirojë.
O Perëndi, mos u largo nga unë. Perëndia im nxitot më ndihmosh. Unë nga të rrofshin dhe u azgjesofshin kundërshtarët e jetës sime, unë mbulofshin me poshtërsi dhe me turp ata që dëshirojnë të më bëjnë të keqen. Por unë do të kem shpresa gjithnjë dhe do të të lëvdoj gjithnjë më tepër. Goja ime do të tregoj tërë ditën drejtsinë tënde dhe çlirimet e tua, sepse nuk njoh numrin e tyre. Do të thellohem në veprat e fuqishme të Zotit, dhe do të kujtoj drejtsinë tënde, vetëm tënden. O Perëndi, ti më ke mësuar që në fëmijëri, dhe deri më sot unë kam shpallur mrekullitë e tua. Edhe tani që jam plakur dhe jam thinjur, o Perëndi, mos më braktis derisa ti kem treguar këtij brezi fuqinë tënde dhe mrekullitë e tua gjithë atyre që do të vinë. Edhe drejtësia jote, o Perëndi, arrin deri në lartësitë e qiejve. Ti ke bërë gjëra të mëdha. O Perëndi, kush të përngjan ty? Ti që më bëre të provoj shumë fatkeqësi të rënda, do të më japësh përsëri jetën dhe do të më bësh të ngrihem lart nga humnerat e tokës. Ti do të rritesh madhështinë time dhe do të kthehesh të më ngushëllosh. Dhe unë do të të lëvdoj me harp për besnikrinë tënde, o Perëndia im, dhe do të këndoj lavdet e tua me qeste, o i shenjtë i Izraelit. Buzët e mia do të ngazëllojnë kur do të këndojnë lavdet e tua bashkë me shpirtin tim që ti ke shpenguar. Edhe gjuha ime do të flasë tërë ditën për drejtsinë tënde, sepse jam turpëruar dhe janë hutuar ata që kërkonin të më bënin të keqen. Isaia, kapitulli 17. Profecia kundër Damaskut. Ja, Damasku do të pushojë se qeni një qytet dhe do të bëhet një grumbull gërmadhash. Qytetet e Aroerit do të braktisen. Do të bëhen kullota për kopet që do të pushojnë aty pa i trembur askush. Efraimit do të hiqet fortesa, Damaskut mbretëria, dhe pjesa tjetër e Siris do të jetë si lavdia e bijve të Izraelit, thot Zoti i ushtrive. Atë ditë do të ndodhë që lavdia e Jakobit do të zhduket dhe shëndoshja e tepërt e trupit të tij do të konsumohet. Do të ndodhë ashtu sikur korsi mbledh grurin dhe me krahun e tij pret kallind. Do të ndodhë ashtu sikur mblidhen kallind në luginën e Refaimit. Do të mbeten disa vile për të mbledhur ashtu sikur shkunden ullind. 2 apo 3 ullinë në majtë të degëve më të larta, 4 ose 5 mbi degët më të ngarkuara, thot Zoti, Perëndia e Izraelit. Atë ditë njeriu do ta kthejë shikimin e tij në drejtim të krijuesit të tij dhe sytë e tij do të shikojnë të shenjtin e Izraelit. Nuk do të drejtohet më te altarët, vepër e duarve të tij, dhe nuk do të shikojë më ato që kanë bërë gishtrinë e tij, as të asherimet dhe të altaret për temjan. Atë ditë qytetet e tij të fortifikuara do të jenë si një vend i braktisur në pyll, ose si një degë e braktisur përpara bijve të Izraelit, dhe kjo do të jetë një shkretim. Sepse ke harruar Perëndinë e shpëtimit tënd dhe nuk je kujtuar për shkëmbjen e forcës sate, prandaj mbolle plantacione dhe i ke shartuar me shartesa të huaja. Ditën që i mbolle i rrethove me një gardh, në mëngjes mbin farat e tua, por vjelja do të jetë një tokë rënojash ditën e sëmundjes dhe të dhëmbjes së pashërueshme. Ah, zhurma një mori të madh po opujsh që zhurmojnë si gjëmimi i detit dhe si buqima e kombëve zhurmojnë si buqima e ujrave të fuqishme. Kombët zhurmojnë si buqima e shumë ujrave, por Perëndia i kërcënon dhe ata ikin larg të shtyrë si byku i maleve përpara erës, si një dredh pluhuri përpara shakollimës. Në mbrëmje, ja, tmerri dhe para mëngjesit nuk ka më asgjë. Kjo është pjesa e atyre që na plaçkitin, që na bëjnë pre. Isaia, kapitulli 18. Mira i vend me krahë të zhurmshëm që ndodhet me ata në lumejve të Etiopis, që dërgon lajmëtar me anë të detit në Anieza pri papirusi mbi ujra duke thënë: Shkoni o lajmëtar të shpejt në drejtim të një kombi shtatlart dhe lëkur ndritur, në drejtim të një populli të cilin e kanë frikë që nga fillimi i tij e më pas, kombi fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi të cilit ndahet nga lumejt. Ju të gjithë banor të botës dhe ata që banojnë mbi tokë, shikoni flamurin kur ky do të ngrihet mbi malet dhe dëgjoni borin kur ajo do të bjerë. Sepse kështu më ka thënë Zoti, do të rri qetë dhe do të shikoj nga banesa ime si një nxehtësi e kthjellë dhe e ndritshme në dritën e diellit, si një re vese në vapën e korrjes. Sepse para korrjes, kur ulëzimi ka marrë fund dhe lulja është bërë një vile në fazën e pjekurisë, ai do t'i pres degzat me kmes, dhe do t'i shkul e do t'i pres shermendet. Ata të gjithë tokë do të mbeten të braktisur, pendve grabiqar të maleve dhe kafshëve të tokës. Zogjt grabiqar do të kalojnë mbi ta gjatë verës dhe kafshët e tokës do të kalojnë mbi ta gjatë dimrit.
Në këtë kohë, do t'i sjell oferta Zotit të ushtrive një kom shtat lart dhe lëkur ndritur, një popull që e kanë frikë që nga fillimet e tij e më pas, një komb i fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi të cilit përshkohet nga lumenj. Do të çohej në vendin ku ndodhet emri i Zotit të ushtrive, në malin Sion. 1 Pjetrit, kapitulli 5. U bëj thirrje pleqjve midis jush, unë, bashk plag dhe dëshmitari i vuajtjeve të Krishtit, edhe pjesëmarrës i lavdisë që ka për të zbuluar. Ruani tufën e Perëndisë midis jush, duke e mbikëqyrur jo me detyrim, por me vullnet të lirë, jo për përfitim të pandershëm, por me vullnet të mirë. Dhe jo si zotërues mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorin e lavdisë që nuk fishket. Gjithashtu ju të rinjt, nënshtrojuni pleqjve. Po, nënshtrojuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton mendje mdhënjt, por u jep hir të përulurve. Përuluni pra në dorën e pushtetshme të Perëndisë, që ai t'ju lartësojë në kohën e duhur, duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të, sepse ai kujdeset për ju. Jini të kthjellët, vigjiloni, sepse kundërshtari juaj djalli sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Ati kundërshtojni, të patundur në besim sepse e dini se të njëjtat vuajtje po i heqin vëllezërit tuaj nëpër botë. Dhe Perëndia i çdo hiri, që na thirrri në lavdinë e tij të përjetshëm në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, ai vetë ju bëft të përsosur, ju mbështest, ju forcoft dhe ju themeloft. Ati i qoft lavdia dhe pushteti në jetë të jetëve. Amen. Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më duket një vëlla besnik, duke ju bërë thirrje dhe duke ju dëshmuar se hiri i vërtet i Perëndisë është ai në të cilin qëndroni. Kisha që është në Babiloni, që është zgjedhur bashkë me ju përshëndet. Edhe Marku, biri im, ju përshëndet. Përshëndetni njëri tjetrin me një të puthur dashurie. Paqja qoftë mbi ju të gjithë që jeni në Krishtin Jezus. Amen.